El Seid Hisai ka zyrtarizuar vendimin për ta mbyllur me Lazion. Mbrojtësi i kombëtares shqiptare u transferua në vitin 2021 për ta respektuar kontratën deri në fund. 32 vjeçari nga Shkodra ka luajtur vetëm në Itali deri tani. Kështu do të jetë interesante se ku do të vazhdojë karriera e tij. Nga Lazio largohet me kujtimin e 131 paraqitjeve. Gjatë 5 viteve shënoi 2 gola dhe asistoi 4 të tjerë, ndërsa sezonet e fundit ishin të vështira për të. Pas 5 vitesh në këtë fanell, ka ardhur koha për të thënë lam të mirë. Kanë qenë vite intensive, plot emocione, disa momente të bukura dhe të tjera më të vështira, por unë gjithmonë dhash gjithçka, me profesionalizëm dhe respekt deri në ditën e fundit. Dua të falenderoj shokët e mi të ekipit, një grup të vërtet djemsh të jashtëzakonshëm me të cilët ndava kaq shumë në fushë dhe jashtë saj. Një falënderim i veçantë edhe për të gjithë tifozët e Lazios. Ngrohtësia, pasioni dhe mbështetja juaj kanë qenë të jashtëzakonshme dhe do të qëndrojnë me mua për gjithmonë. Roma do të jetë gjithmonë një pjesë e rëndësishme e jetës sime. Unë dhe familja ime do të jemi gjithmonë mirënjohës. Ju uroj më të mirën. Ju e meritoni dhe shpresoj që Lazio të kthehet aty ku e meriton të jetë. Faleminderit për gjithçka. Forca Lazio gjithmonë.